Jose Yamamata, miku, shoku im I mirë këtu në Amerikë, edhe specialisti I kompjuterëve të mi të punës dhe të shtëpisë, me të cilën komunikoj vazhdimisht, sa herë kam probleme me kompjuterët, me printeret, me skenerët, edhe po më thoshte se po më ndihmon të mron me këto një PowerPoint, edhe po më thoshte se bashkonte përmes këtyre dokumenteve që kam aty në kompjuter, edhe tha, Sami, tha, a e di ti, tha, që do kishe shkruajt 20 romane, tha, me këtë sa punë ke bohe, sa shumë ke shkruajt me këtë gjyq, pse tha, nuk I hell në kosh, e çfarë duhen? Kur mund kishe lënë 20 romane mrapa dhe ke unë kohën me këta, edhe ka të drejtë. Unë sa po dëgjova tashti këngën e fundit që më dërgoi Nurga, më dërgoi 2 që I ka, që po punon me të kompozitorët, muzikantët. E para më pëlqeu jashtëzakonisht kur më dërgoi isha në makinë, sepse nuk isha pa kur një harmonizim kaq të mrekullueshëm të zërit, të muzikës, sidomos asaj klarinetës që qanë dhe atij jazzit që bën bam bam bam, edhe fjalëve ishte një lloj harmonizimi që ose kam dëgjuar kur, se kam has kur në për këngë, në për muzikë, edhe pse unë nuk jam kritik I muzikës, unë nuk dëgjoj muzikë pothuajse fare, unë kaloj kohën kur të tjerë dëgjojnë muzikë e kënaqen, duke dëgjuar kështu materiale rreth Biblës, rreth ligjeve, rreth e kështu që unë jam I fundit që mund t'jap mendime kritike të pranueshme, të arsyeshme, me kompetencë eksperti për muzikën, por unë tregoj të kënaqësinë nga ato pak që kam dëgjuar, sa kohë që kam dëgjuar, ajo më ngjau një perl. Pse më ngjau një perl? Sepse nuk isha pa kur që kudo që të fokusohesh e ti, po të fokusohesh e ke jazzi, apo ke klarineta, ke fjalët e këngës apo të muzika, secila për këtyre dukesh qendrore dhe secila duket e barespeshme, pra nuk edhe secila më e bukur se tjetra. Këtë se kisha pa ndonjëherë. Edhe kur po punoja tash këtu, edhe isha në telefon me këtë ekspertin në kompjuterëve të mi, nuk kam dërgoj një këngë tjetër. Marzat. Me këta e kam urrej merin, me këta kam urrej kompozitorët që punojnë me këtë këngë, është një këngë për hanën, o Zot si hapa të hedhën vja aq keq, që desha t'ja vjedh për herë të parë I merr Nurgës, edhe ta publikoje këtu në internet, para se ta publikojnë edhe qenë, për arsye se unë jetën time s'kam dëgjuar njëherë këngë më të bukur, muzikë më të mrekullueshme, si të bane të qash ajo me hanën që ka ta shti maskaraj, dhe më boni telefon edhe s'desha t'i flas, e kam urry me gjithë mend. Për herë të parë e kam urry Nurgën, edhe ata që bashkëpunë me Nurgën, se është një kryevepër, është një madhështi. S'di, s'kam 2 telefona, kështu që ta kopjoj, edhe kompjuterin që kam këtu, nuk ka speaker, si e kam heq speakerin, ka stile që mos harxoj kohën për video kur jam punë, e kur punoj, edhe tash më vjen aq natë, që s'kam që të kisha, që ta merja, ta hidhje këtë këngë, këtë peslik të ti, ta hidhje këtu në këtë video, si background të dëgjonit jo. E urrej për vdekje. Vahid Hyzot, Faruk Myrtaj, Servet Gjizel, Mon Shalavar, gjithë ju njerëz që shkruni, që u kam qejf dhe ju ndjekë dhe lexoj me dëshirë. Nuk kemi bo asgjë me këtë maskarallik që na ka bo ky maskara. Njeriu duhet boj, ndoshta ata që ka dëshirë të boj. Ndoshta, o Bedri Luku, të them ty, gjithë të sarallatje, dedikim, devotshmëri, ndaj Sali Berishës së PD-s, këta që ken gjithë kot, për para që kënaqësie do t'jap si kur gjithë bota të falë ty, se sa t'jep ajo
që bën këtë maskara, këtë qenë nurka, aty për 7 palë qef, edhe dhëra një këngë që kënaqet i madh i vogël. Ju uroj ta dëgjoni shpejt, edhe unë për vete urrej, edhe du të dëgjoj sa po ta myll këtë video prap, edhe urrej të dëgjoj, që se kam bo vetë, pa ka bo meri. Sa mi gjoka, ju përshnet.